Mirëmbrëma gjithëve, se vini në revistën televizive ku në lajmet më të rëndësishme do të ndiqni. Kreu OSBE-s apel partive politike për të rinisur reformën zgjedhore. Ligji ka probleme, thot Michel Taran. OSBE-ja nuk do të përfshihet, por partitë duhet të bëjnë reformën, tha ai. Papa Leoni 14 priti në një audiencë private kryeministrin Edi Rama dhe zonjën Linda Rama. Audienca u mbajt në bibliotekën papnore. Kryeministri pati takim me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Parolin. Flamuri shqiptar do të valvitet i pari në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimrore në Milano Cortina 2026. Ekipi shqiptar u nisot drejt Italisë. Kreu Federatës besim plot se Shqipëria do të shkruajë historinë me medaljet. Spektakli i hapjes ditës së nesërme ekskluzivisht në RTS. Në presionin e fortë të Brukselit, Serbia ndron kurs dhe kthehet nga Europa për të siguruar gazin natyror. Vučić konfirmon përpjekjet për të shkëputur nga varësia ruse. Sistemi i kontrollit të pasaportave po krijon në radhë të gjata në aeroportet europiane. Udhëtarët presin me orë të tëra. Procedurat e reja në hyrje dalje vetëm për qytetarët nga vendet jo anëtare të BE-s. Do vjen më gjithësisht me lajmet, OSBE-ja apelon për rinisjen sa më të shpejtë reformës zgjedhore, duke vlerësuar se ligji aktual i zgjedhjeve nuk është në nivelin e duhur. Ambasadori Michel Taran thekson se të gjitha partitë politike bien dakord për nevojën e ndryshimeve, ndërsa Odiri mbetet jashtë debatit politik. Misioni ODIHR ka rikthyer në vëmendje nevojën për ndryshime në ligjin zgjedhor në Shqipëri. Sipas ambasadorit të OSBE Michel Taran, legjislacioni aktual nuk është në nivelin e duhur, ndaj apelon për nisje sa më shpejt të punës së Komisionit për Reformën Zgjedhore. Kurajojmë punën e Komisionit ad hoc, Komisionit për Reformën e Zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifillojë punën e saj, sepse puna e saj është një punë shumë e rëndësishme, sepse ka një problem, ka disa problem të lidhura me ligjin e zgjedhjeve që nuk është akoma sipas nesh duhet të jetë, dhe kjo është një rekomandim që bëhet nga mision të vëzhgimit të ODIHR. Sipas ambasadorit Taran, të gjitha partitë politike bien dakord për nevojën e ndryshimeve, ndërsa ODIHR thekson më tej ai nuk përfshihet në debatin politik. Dhe sigurisht nuk hyn në asnjë mënyrë në debatin politik, këtu jemi absolutisht neutral, nuk është roli ynë. Por flas unë për gjithë partitë politike që janë të përfaqësuara në parlament dhe kemi përshtypje që të gjithë janë dakord që ky ligj, reforma e ligjit është e nevojshme. Kjo e njëjtë përkon me ditën botërore të zgjedhjeve, me rastin e së cilës prezenca e OSBE-s në Shqipëri dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilluan një aktivitet me influencerat e rinj të zgjedhjeve në universitete. Papa Leoni 14 priti në një audiencë private kryeministrin Rama dhe zonjën Rama. Audienca u mbajt në bibliotekën papnore, ndërsa kryeministri pati dhe një takim me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Parolin. Çifti Rama vizituan dhe vendvarrimin e Papa Franceskut. Kryeministri Edi Rama u prit këtë 5 shkurt në një audiencë të posaçme nga ati i Shenjtë Papa Leoni 14 në një takim misor në bibliotekën papnore, që zgjati rreth 60 minuta. Pas takimit me kryeministrin, Papën Leoni 14 e përshëndeti dhe zonja e tij Linda Rama dhe djali i tyre Zaho, së bashku me pjesën tjetër të delegacionit. Agjenda zyrtare e kryeministrit në Vatikan vijoi me takimin me sekretarin e Shtetit të Vatikanit, kardinalin Parolin. Ndërsa një ditë më parë, kryeministri Edi Rama, zonja e tij dhe djali i tyre patën një ndalesë në kishën e zojës së Këshillit të Mirë, ku mbaj dhe një audiencë posaçme dhe një mesh në nder të kryeministrit Edi Rama. Mbrojë Shqipërinë, ndriço modjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen.
Në përfundim të vizitës zyrtare, kryeministri zhvilloi homazhe tek varri i Papa Franceskut, të cilin e konsideron mik të paharruar të popullit shqiptar. Për Radio Televizionin Shqiptar nga Vatikani, Denada Shkodrani. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ftoi sot qytetarët të marrin pjesë në protestën e 10 shkurtit. Berisha tha se qytetarët duhet të ngrihen në lartësinë që koha apelon për të ndalur keqeverisin. Pak ditë para mbajtjes së protestës së 10 shkurtit, Sali Berisha ftoi qytetarët për ta mbështetur atë masivisht. Zemrimi po vlon në shpirtin dhe zemrat e qytetarëve shqiptar. Temperaturat po rriten me shpejtësi. Asgjë nuk mund t'i shpëtojë popullit të zemruar. Kur? Dhe zemrimi po shkon gjë në pas. Strategjia e Partisë Demokratike është absolutisht betejë gjë në rrëzimin e Edi Ramës. Edi Rama nuk ka më legjitimitet. Qytetarët dhe opozita për Berishën duhet të protestojnë për korrupsionin e ngritur sipas tij në sistem nga kryeministri dhe përdorimi i pushtetit gjyqësor për të mbrojtur aferat. Rasti më ekstrem për kryedemokratin është mungesa e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku. Edi Rama ka bërë parzmore strofullin e fundit të plaçkizëve në Shqipëri, gjykatën kushtetuese. Nuk do pranoj kur të heqë imunitetin e Lumi Ballukut. Dhe kjo vetëm sa i dorëzon në atë moment dhe imunitetin e tij. Opozita përshkyrton disa opsione për strategjinë e protestës së 10 shkurtit, ku nuk kanë munguar edhe idetë për instalim paraserisë së kryeministrisë, si kundër mbajtjen e protestave të vazhdueshme. Komisioni i Ligjeve rrëzoi 2 nismat propozuara nga deputetja Ina Zhupa, ndërsa opozita cilësoi vendimin si bllokim politik të nismave të saj. Socialistët rrëzuan në Komisionin e Ligjeve 2 nismat ligjore të propozuara nga deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. 8 kundër, asnjë abstenim. Nisma rrëzohet në parim. Nisma e parë kishte të bënte me ndryshime në ligjin për trashëgiminë kulturore dhe muzet, të lidhura me marrëveshjen për Butrintin dhe zbatimin e konventës së Parisit. Thot konventa e Parisit. Si ka mundësi që në gjithë të botë, me gjithë këto shtete, me trashëgimi kulturore, nuk doli një shtet që të ishte kaq avangard sa Shqipëria dhe t'ia jepte privatit. Ligji pikërisht e ruan domenin kryesor të mbrojtësit tek shteti. U rrëzua gjithashtu dhe nisma për arsimin e lartë, me argumentin se po përgatitet një ligj më gjithëpërfshirës. Ky është një ligj i cili me të vërtetë ka ardhur koha dhe momenti për të rishikuar, por rishikimi dhe ndryshimi në këtë ligj do të jetë më i gjerë dhe më i thellë, gjë që kërkon një punë që do të vijojë nga Ministria Përkatëse. Pas mbledhjes përmes një konference për mediat, deputetja demokrate Ina Zhupa tha se rrëzimi i ligjit për arsimin e lartë ndoshkon mira mësues. Është një propozim i Sindikatës Bashkuar të Arsimit Shqiptar dhe është një çështje që prej një viti e gjysmë rëndon xhepat e mësuesve shqiptar. Sot zoti Manja ka thënë tekstualisht, ne nuk jemi kundër nismës, por ne do ta votojmë kundër sepse është sjell prej jush dhe ne do ta sjellim vetë këtë nismë. Vendimin e mazhorancës për t'i rrëzuar 2 nismat, opozita e shikon me kriticizëm, duke thënë se këto nisma janë bllokime politike të punës parlamentare. Na lër të japim shpjegime SPA ka mbyllur parashtrimet në gjyqin paraprak ndaj ish-presidentit Ilir Meta, Monika Kryemadhi dhe 3 të pandehurve të tjerë, duke kërkuar dërgimin e çështjes për gjykim në themel. Gjyqi mësohet të jetë mbajtur në tension dhe debate mes ish-presidentit dhe prokurorëve. Ish-kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi reagoi pas seancës paraprake në çështjen penale ndaj saj dhe ish-presidentit Ilir Meta. Para mediave ajo deklaroi se relacioni prokurorit ishte përsëritës dhe i mbështetur kryesisht në shkrime mediatike, duke krahasuar qasjen me praktikat e kohës së diktaturës. Janë intervista, shkrime, gazeta që për herë të parë edhe në kohën e diktaturës intervistat e gazetave nuk quheshin prova. Gjatë seancës prokurori dorëzoi dosjen me provat, ndërsa Kryemadhi njoftoi se në seancën e radhës do të paraqes provat e saj në një format të strukturuar. Unë kërkova gjykatës që të bëj prezantimin me PowerPoint, si në rastin e inceneratorit, do paraqes edhe unë prezantimin tim. SPAK përfundoi parashtrimet në gjyqin paraprak ndaj Ilir Metës, Monika Kryemadhi dhe 3 të pandehurve të tjerë, duke argumentuar se hetimet kanë siguruar prova të mjaftueshme për kalimin e çështjes për gjykim në themel. Në SPAK u thirr sot edhe kryebashkiaku i Gjirokastës Flamur Golemi, ai dëshmoi për gati 3 orë dhe në dalje u tregua i rezervuar me gazetarët për arsyet e kësaj thirrjeje.
Kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Golemi u paraqit mesditën së njëjtës në SPAK, ku për gati 3 orë ka dhënë shpjegime para prokurorëve. Zyrtarisht nuk është dhënë ndonjë detaj, ndërsa vetë kryebashkiaku në dalje nga prokuroria e posaçme tha se është thirrur si person në dieni. Si person, një deklarat si person në dieni për një çështje. Për çfarë çështje? Një deklarat nuk bëhet për 3 orë, zoti Golemi. Ishit si person në dieni për çështje që ka të bëjë me Bashkinë Gjirokastër? Për një çështje që ka të bëjë me institucion të Bashkisë Gjirokastër. A ka të bëjë me një tender që janë përdorur mjetët e bashkisë ndërkohë që është bërë procedurë prokurim? Jo. Po për një ujësillës? Jo. Po për çfarë ishte? Jo, është thjesht për një institucion të Bashkisë Gjirokastër. Kjo është hera e parë që kryebashkiaku Golemi thirret në SPAK. Disa nga çështjet e dyshuara se po hetohen nga prokuroria e posaçme në Gjirokastër është ndërtimi i një ujësillësi apo dhe tenderat e lidhur me punimet infrastrukturore. Banorët e fshatit Bakës Rjoll të Velipojës vjojnë protestat kundër projektit të një ndërtimi të rezortit turistik që parashikohet të ndërtohet në zonën bregdetare. Këtë të njëjtë ata janë paraqitur pranë prokurorisë së posaçme, duke kërkuar që SPAK të marrë në shqyrtim çështjen e pronësisë. Banorët e fshatit Bakës Rjoll të Velipojës kundërshtojnë projektin e një resorti turistik që parashikohet të realizohet në zonën bregdetare. Këtë të njëjtë ata janë paraqitur para prokurorisë së posaçme, ku një vit më parë kishin depozituar një kallëzim penal për falsifikim dokumentesh. Sipas banorëve, kallëzimi është kaluar për mos kompetencë në prokurorinë e Shkodrës, e cila sipas tyre deri më tani nuk ka kryer asnjë veprim hetimor. Padijet tona nuk na duhen që në Shkodër se qysh në mash e kena punu padijen e parë, dhe ne nuk na kanë lujt vendit, kurse sot thot që ja u kam qua thot me kërkesë thot në gjykatë Shkodrës. Na nuk e dim se ku i me besot ashtu. Ne kërkojmë për momentin në naljen e punime. Në vitin 2018 unë kam hap një gjyqje në apel për i këtë pronë ku është të bën sot protestat. Në vitin 2018 po zoti Fatmir Shpeza ka hap proces gjyqësor llaj. Ai për 11 muaj ka marrë venim. Unë sot hala jam në gjyq. Avokati i banorëve shprehet se çështja duhet të hetohet nga SPAK. Problemi është sepse këtu janë gjyqtarë që kanë dhënë vendimin dhe i kanë këto prona në emër të tjerë akuj. Dhe për këtë SPAK-u është i detyruar që të fillojnë hetimet për këtë punë. Dhe jo Shkodra. Projekti turistik në këtë zonë parashikon ndërtimin e strukturave akomoduese dhe vilave turistike. Në ditët e mëparshme, banorët në shenjë proteste bllokuan aksin rrugor Velipoj-Shëngjin, ndërsa pati edhe konfrontime me forcat e policisë. Për më shumë se 3 javësh vjon operacioni për gjetjen e 30 vjeçarit nga fullqeti i Klosit, i cili dyshohet se u mor nga rrjedha ujit në zonën e Darsit. Forca të shumta janë angazhuar për gjatë gjithë lëvizjes lumore, edhe në liçenin e Ulzës. Kanë kaluar 26 ditë nga momenti kur 36 vjeçari Jurgen Karaj, banues në fshatin Fullqet të Klosit, dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e ujit në Zall Dars më 10 janar, që prej asaj dite operacioni kërkimit ka vijuar pa ndërprerje përgjatë lumit madh. Çdo ditë në terren janë angazhuar 10 efektiv të batalionit të 3 të repartit të Komsorisë në Burrel, familjarë të riut si dhe strukturat të tjera mbështetëse. Prej 29 janarit operacionit i është bashkuar edhe një ekip i specializuar nga forcat e sigurisë së Kosovës me 11 efektiv që punojnë krah forcave shqiptare. Në zonë këtë të njëjtë ishin të pranishëm ministri i mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vëngu, si dhe ministri i mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonsi. Është gjetur një kartë identiteti e babait të ndjerit, siç jeni informuar, çka tregon praktikisht është një sinjal për vendodhje të mundshme, ndaj dhe i kemi përqendruar forcat në këtë zonë. Është shumë e rëndësishme edhe për familjarët edhe për gjithë ne që kemi durim, për shkak që njësitë e specializuara të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës po bëjnë më të mirën për gjetjen e trupit. E gjithë vija e lumit madh është kontrolluar disa herë, ndërsa kërkimet janë shtrirë edhe në basenin e liçenit të Ulzës. Njësia nga Kosova ka përdorur dron në New York në hyrje të liçenit, duke mundësuar verifikime edhe në thellësi. Deri më 3 shkurt nuk është gjetur asnjë gjurmë me 30 vjeçarit. Operacioni pritet të vijojë në ditën në vijim, ndërsa ulja e prurjeve të lumit ka krijuar kushte më të favorshme për kontroll më të detajuar nga grupet e angazhuara. Sëmundjet morale në Shqipëri janë vetëm në rritje. Autoritetet e shëndetit publik thonë se 2 kancerët më të shpeshtë janë ai mushkrive dhe ai gjirit, ndërkohë që 16% e vdekjeve në vendin tonë kanë si shkak kancerin. Ministri i Shëndetësisë Evi Sala tha se brenda këtyre muajve do të kemi dhe ngritjen e Institutit Kombëtar të Onkologjisë.
Sëmundjet tumorale janë problemi më i madh i shëndetit publik në Shqipëri pas sëmundjeve kardiovaskulare. Të dhënat më të fundit zyrtare të vitit 2024 tregojnë për 7.076 raste të reja në vit, ku më të prekurit janë meshkujt. 16% e vdekjeve kanë si shkak kancerin. Shumica e kancereve hasen tek meshkujt dhe kjo me shumë gjasë është lidhur me stilin e jetesës, sidomos me duhanin. Kanceri mushkërive ngelet kanceri kryesor në Shqipëri, pavarësisht se kanceri i gjirit po rritet me shpejtësi dhe praktikisht ato janë barazuar si numër rastesh. Të ndjekur pastaj me radhë nga kanceret e stomakut, kanceret e zorës trash. Ministra e Shëndetësisë Sala tha se në luftën ndaj kancerit përveç parandalimit e kapjes së hershme, po punohet fort për trajtimin e tij, ku Instituti Kombëtar i Onkologjisë dhe Rrjeti Kombëtar i Kancerit janë çështje muajsh. Ngritja në një instituti kërkimor shkencor sipas modeleve europiane gjatë këtyre muajve, jo më larg se dje në Instituto Nazionali Tumore të Milanos, kam takuar mjek shqiptar të rinj që punojnë në institucione europiane të ekselencës dhe kanë dëshirën e madhe për të kontribuar në këtë reformë historike. Rrjeti Kombëtar i Kancerit do të mundsojë ofrimin e shërbimit onkologjik afër pacientit. Ekspertët thonë se nuk duhet të shpresojmë se do të kemi më pak kancere në Shqipëri, sepse prirjet në vese dhe stili jetese janë të qarta, por duhet të përgatisim sistemet shëndetësore. Shqipëria do të jetë e përgatitur për një numër të madh të rasteve me kancer të ardhmen dhe një sfidë më të madhe të sistemit shëndetësor. Duhet të bëjmë çmos për të frenuar aty ku mundemi, sidomos për kancerin e mushkërive, mund të bëjmë shumë më tepër për parandalimin e duhanit, por nga ana tjetër sfida do të ngelen gjithmonë tek trajtimi i numrit gjithmonë më të madh rastesh me kancer. Në çdo analizë mbi llojet e kancerve, ekspertët akuzojnë duhan pirjen si ndikuesin më të madh, duke rënditur më pas alkoolin, ushqyerjen, obezitetin, ndotjen dhe stilin e jetesës. Një pyetësor online që përfshiu afro 700 studentë në rang vendi, zhvilluar në muajin janar, tregon mbi zakonet e përdorimit të rrjeteve sociale, sasinë e kohës së harxuar në to, por edhe natyrën e platformave në përdorim. Të dhënat paraqesin TikTokun si dominuesin në përdorim. TikTok mbetet një nga platformat më të përdorura nga të rinjt në Shqipëri. Një sondazh që përfshiu afro 700 studentë të nivelit bachelor tregon se ky aplikacion përdoret në masën 47% prej tyre, ndjekur nga Instagrami me 44%. Grafiku i këtij pyetësori që u zhvillua online në muajin janar me të rinj nga të gjitha qarqet e vendit tregon se shumica shpenzojnë 3 apo më shumë orë kohë në rrjetet sociale. Më shumë se gjysma shpenzojnë 3 orë ose më shumë në rrjetet sociale. Ka nga ata diku tek 30% deri 40% që shpenzojnë edhe më shumë se 5 orë. TikToku është rrjeti social aktualisht më i përdorur nga studentët, ku ja ka marrë stafetën Instagramit, po themi, sepse para disa kohësh, muajsh ndoshta ka qenë Instagrami i pari. Është minje rari për ata që duan të dezinformojnë, për ata që duan të postojnë lajme të rreme, për ata që duan të manipulojnë. Pavarësisht ekspozimit të lartë në këto platforma, shumë prej të rinjve nuk e kuptojnë mirë termin dezinformim, duke u bërë prej lajmeve të rreme si dhe shpërndarjes në masë të tyre. 43% e tyre nuk e njohin si term, që do të thotë kjo i bën ata më pak të aftë për të dalluar kur një postim, një video, një reels ose një diçka tjetër, një lajm është fake dhe aq më pak pastaj ta dallojnë kur është kryer për qëllime dashakeqe. Me vendim të Këshillit të Ministrave, qeveria rihapi aplikacionin TikTok, më pak se një vit nga mbyllja e tij në mars të 2025-s. Në presionin e fortë të Brukselit, Serbia ka nisur lëvizjet konkrete për të siguruar gazin natyror përmes tregut evropian dhe jo më nga Moska. Presidenti Vučić deklaron se Beogradi do të përshtasë politikat energjetike me kushtet e BE-s. Serbia po hedh hapa konkret drejt shkëputjes nga varësia energjetike ruse, duke kërkuar alternativa të reja në tregun evropian. Kështu u shpreh presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili pranoi se Beogradi po negocion blerjen e gazit përmes mekanizmave të Bashkimit Evropian. Serbia është ndër blerësit e fundit të gazit rus në Europë me mbi 80% të furnizimeve prej andej. Vitin e kaluar, Beogradi dështoi të siguronte një kontratë re afatgjat me Gazprom dhe një marrëveshje afatshkurtër do të skadojë më 31 mars, tha Vučić gjatë një interviste për agjencinë e lajmeve Reuters. Serbia tashmë blen gaz nga Azerbajxhani dhe planifikon një tubacion nga Greqia për gaz të lëndshëm. Vučić tha se paralelisht
po punohet me shpejtësi për tubacionin e ri me Maqedoninë e Veriut, që do të mundsojë marrjen e gazit të lëngshëm nga Greqia. Gjatë intervistës, Vučić theksoi se marrëdhëniet me Moskën mbeten të rëndësishme për çështjen e Kosovës. Presidenti serb po ashtu aludoi se shqiptarët qëndrojnë pas demonstratave që nisën pas tragjedisë në stacionin e kurudhor të Novi Sadit, ku humbën jetën 16 persona. Vučić konfirmoi se do të shpallë zgjedhje të parakohshme gjatë këtij viti për të matur sërish besimin e qytetarëve, megjithse mandati i tij përfundon vitin e ardhshëm. Në fjalën e mbajtur në mëngjesin e lutjeve, presidenti amerikan Donald Trump ftoi gjithë qytetarët e vendit të tij që në datën 17 maj të mblidhen për lutje në Parkun Kombëtar National Mall të Washingtonit. Feja po kthehet fuqishëm, kështu shpreh presidenti amerikan Donald Trump gjatë mëngjesit të lutjeve, një ngjarje që u mbajt në hotelin Washington Hilton dhe ku grupe ligjvënësish nga dy partitë mblidhen për të diskutuar për besimin dhe lutën për kombin. Në fjalën e mbajtur në aktivitet, presidenti amerikan theksoi se besimi po fuqizoi sërish mes amerikanëve, ndërsa njoftoi se në datën 17 maj të këtij viti në Parkun Kombëtar National Mall në Washington do të mbahet një miting ku janë ftuar të gjithë qytetarët që t'i luten Zotit. Për të mbështetur këtë rikthim, ftojmë amerikanët nga i gjithë vendi që më datën 17 maj të këtij viti të mblidhen në Parkun National Mall për të lutur dhe për ta bërë Amerikën sërish një kombë të përkushtuar ndaj Zotit. Ndër të tjera, Trump kritikoi demokratët, të cilët i akuzoi për taktika agresive, për mbajtjen e kishave mbyllur gjatë pandemisë së COVID-19 të majtën për sulme ndaj fesë, përfshi protestat kundër agjentëve të Agjencisë së Imigracionit që ndërpren një mesh në Minneapolis muajin e shkuar, ndërsa riktheu temën e zgjedhjeve të 2020-s ku humbi përballë ish-presidentit Biden, duke pretenduar sërish se ato zgjedhje ishin manipuluar dhe duke nënvizuar se duhej të fitonte presidencialet e 2024-s për ego. Nuk e di se si një person me besim mund të votojë për një demokrat. Manipuluan zgjedhjet, këtë herë duhet të fitoja për ego. Ndryshe do të kisha patur një ego të keqe gjatë pjesës së mbetur të jetës. Tani kam një ego të madhe edhe pse ti mundje këta lunatik ishte i jashtëzakonshme, çfarë ndjenje e mrekullueshme. Në mëngjesin e lutjeve të pranishëm ishin dhe shumë udhëheqës nga vendet të ndryshme të botës, mes të cilëve dhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi, dhe ministri e jashtme Elisa Spiropali, një pjesëmarrje kjo që nga zyrtarët e lartë u cilësua si një moment i rëndësishëm që thekson miqësinë e qëndrueshme Shqipëri-SBA. Pasagerëve nga vende që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian ju duhet që në disa raste të presin gjatë në radhë në pikat e kontrollit të pasaportave në shumë aeroporte europiane, shkak sistemi i ri europian i hyrje-daljeve. Sistemi Europian i hyrje-daljeve, që nisi të zbatojë në tetor të vitit të shkuar, ka shkaktuar radhë në pikat e kontrollit të pasaportave në shumë aeroporte europiane, ku sipas korporatës britanike të transmetimeve, pasagerët kanë raportuar se ju është dashur të presin disa orë për shkak të sistemit të ri biometrik kufitar. Në video që u publikua në rrjetet sociale javën e shkuar, pasagerët dëshmuan se kishin pritur rreth 3 orë në radhë për kontrollin e pasaportave. Në aeroportin e Gjenevës, qytet që gjatë dimrit është destinacioni i preferuar i të apasionuarve pas skive. Administrata e aeroportit të Gjenevës fajsoi sistemin e ri të hyrje-daljeve në pikat e kontrollit kufitar që sipas tij mbi ngarkohej sidomos të shtunave gjatë sezonit të skive. E njëjta situatë edhe në aeroportin e Tenerifes, që këto kohë është destinacion kryesor i pasagerëve, shumica nga vende jo pjesë e BE-s. Ndërsa disa prej pasagerëve u shprehën për BBC-n që ju desh të prisnin rreth 2 orë për të kaluar pikat e kontrollit kufitar, ka patur dhe raste kur sistemi bie çka shton kohën e pritjes në radhë. Sistemi digital i hyrje-daljeve qëllim ka zëvendësimin e vulave me bojë në pasaporta. Qytetarët nga vende që nuk janë pjesë e zonës Schengen duhet të regjistrojnë shenjat e gishtave si dhe një foto përveç se të skanojnë pasaporton, herën e parë që kalojnë kufirin drejt asaj zone. Ky regjistrim zgjat 3 vite. Pasagerët i nënshtrojnë këtij procesi kur shkojnë në aeroportet europiane, zakonisht përmes një pajisjeje ose kioske të automatizuar. Për momentin ky sistem është në funksion në gjysmën e pikave kufitare të hapësirës Schengen. Pritjes i erdhi fundi, Shqipëria është gati për të konkuruar në Olimpiadën dimërore Milano Cortina 2026. Si asnjëherë më parë, kombëtarja e Kuqezi kanë në përbërje 4 sportistë, të 4 konkurrojnë në sportin e skive.
Eventi më i madh i sportit ndërkombëtar ka nisur tashmë. Olimpiada dimërore Milano Cortina 2026, një tjetër ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar, ka nisur të njëjtën transmetimin e drejt për drejt të garave të ditës. Mirë se vini në Milano Cortina, zemra e lojrave olimpike dimërore, ku Sytet e gjithë shqiptarëve janë mbërthyer në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar për të ndjekur emocionet që dhurojnë sportet dimërore, që do të kulmojnë me garat e skiatorëve shqiptar. Sipas presidentit të Federatës Shqiptare të Skive, Elvis Toçi, është hera e parë që Shqipëria shkon me ambicie konkrete për një medalje, dhe kjo fal 4 sportistëve: Deni Xhepa, Lara Kolturi, Semire Dauti dhe Liza Brunga. Erdhi dita e madhe ku Shqipëria të marrë pjesë në Olimpiadën, ku gjithë bota ka syt, një ekskluzivitet i televizionit shqiptar dhe jo vetëm kaq, një ekskluzivitet i Federatës Shqiptare të Skive, të cilët me këta 4 sportistë ne mendojmë që të bëjmë histori për Shqipërinë. Është hera e parë që shkojmë me ambicie shumë të madhe për të marrë medalje. Nuk është parë, nuk është dëgjuar dhe është momenti i krenarisë të madhe, i krenarisë të një pune shumë të lodhshme. Është një moment që në rast që Shqipëria hynë në zonën e medaljeve ose në një vend të nderuar, edhe i 4, i 5, i 10 është një vend që i pa imagjinueshëm për vendin tonë, unë mendoj që ja kemi arritur. Kjo fal Lara Kulturit, kjo natyrisht fal Deni Xhepës, Liza Brungës dhe Semire Dautit. Nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza, pak përpara nisjes drejt Milanos, presidenti Toçi sqaron se ku do të parakalojë delegacioni shqiptar, në San Siron e Milanos apo në Cortina. Që të kuptojmë, sot Deni Xhepa ka filluar stërvitjen dhe garën. Kjo është vendimi i organizatorëve për të organizuar ceremoni në vendet ku ndodhemi. Milano ndodhet 6 orë nga Cortina, nga Bormio, dhe me një herë të nesërmen sportistët fillojnë garën. Pra nuk ke mundësi që t'jesh në darkë në ceremoni dhe pasaj në garë të nesërm. Megjithatë, kjo nuk e zvoglon madhështinë, televizionet do t'jenë të lidhura, ka ceremoni në Cortina dhe i pari që do të parakaloj do t'jetë flamuri shqiptar. Delegacioni shqiptar është nisur mëngjesin e sejntes drejt Milanos për të nisur aventurën në lojrat olimpike dimërore Milano Cortina 2026. Me këtë lajmëra në fund dhe të këtij edicioni, bashkë natë mirë.